Aktori të mirënjohur Ilir Shkurti ju dha lam të mira e fundit në qytetin e Pogradecit. Familjar, miqë dhe bashkëpunëtore përcollën mes lotësh një nga emrat e spikatur të skenës së qytetit, i cili u nda para kohe në moshën 68 vjeçare për shkak të problemeve me zemrën. Këto e për aktivitetin, këto la dhe jetën, megjithatë Pogradeci duhet ta ketë prandër dhe për krenari që e pati në gjirin e vet. Kaposhka, siç e thërrisnin me emrin e një personazhi kukullash, theksuan se do t'i mungojë jetës artistike të qytetit buzëliqenit. Me humbjen e tij, qyteti Pogradecit humbi një nga njerëzit që e deshte shumë këtë qytet, që bëri shumë për të. Ilir ishte modest, por me artin e tij do të kujtohet gjithmonë. I lindur në Pogradec më 30 dhjetor 1957, Ilir Shkurti ishte pjesë e brezit të aktorëve që kontribuan në skenën e humorit dhe teatrit lokal. Përveç skenës së estradës, Shkurti mori pjesë edhe në disa prodhime të kinematografisë shqiptare, mes tyre filmat Rrethimi i vogël, Binarët dhe Ngjyrat e moshës.